Kjo është shpresa se pastaj nëse kapeni nga këto gjëra dhe ju që jetoni jashtë vendit. Po jo, po prandaj them që këta janë kaq të ulët sa mundohen me propagandën e tyre të bëjnë sikur njerëzit i kanë dorë si në Shqipëri si jashtë. Gjendja është katastrofë. Ne kemi ministrin e Brendshëm që ka ndodhur në 2 ditë e fundit vrasje plagose mes Tiranës, ai del me video duke përdorur Gardën e Republikës, makinë e punës, duke bërë fushat për PS-n, pra me makinën e punës. Imagjinoj ministri i Brendshëm që duhet të merret pikërisht drejt për drejt me mbarbajtjen e rendit, merret me punë partie, kështu që gjendja është ashtu se unë jam bindur që njerëzit e ndërgjegjshëm i shohin këto gjëra. E qartë. Në përgjithësi, megjithatë, nga njoftimet se ju jeni në kontakt gjithkohës me aktivistët miq tuaj po dhe me gjithë emigrantët tjerë që kanë një shqetësim në gjë, si duket se po shkon procesi i mbritjes materialeve me post, i plotësimit, i dërgimit mbrapsht? Me çfarë kemi parë, po shkon shumë mirë. Pra me çfarë kemi parë ne me antar televizjes, me njerëz që kemi jashtë, na marrin, na përgëzojnë, na falenderojnë, shprehim mirënjohje. Po sot në një bashkëbisedim që pata me një nga në një intervistë me antarët e entit rregullator pranë KQZ-s, zoti Takaj, ai solli me vëmendje një shqetësim që DHL-ja ka për detyrë t'ia japi personit në dorë pasi ky person identifikohet. Pra, nxjerrim me identifikimi, firmos që Flori Haçka e mori atë, madje unë nuk kam të drejtë të marr asnjë sistem edhe nëse unë ndodhem në shtëpi ajo jo. Po, natyrisht. Është shprehur rasti që është marrë pa ju kërkuar mjet identifikimi, ose janë lënë, kishin nxjerrë një rast që janë lënë 4 zarfe tek dera e shtëpisë. Shikoj, ne duhet të kemi parasysh që DHL-ja të paktën gjykimi tim është një institucion me reputacion botror. Por ata që e bëjnë ndoshta dërgimin në fund të ditës janë qytetarë ose punëtorë që në fund i vjen majt hundës se takon personat dhe po e lej këtu, pra ka përgjegjësi. Por duke pasur një institucion ndërkombëtar si DHL-ja, që reputacioni ka të rëndësishëm, unë i këshillova dhe atij zotërisë që është nga opozita, të ngrejnë direkte, të krijojnë direkt kontakt, patjetër me KQZ-n, por dhe me ata direkt, edhe kompaninë. Këto gjëra po ndodhin. Po patjetër, sepse ne këto leva kemi në dorë, nuk i kontrollojmë dot njerëzit që janë jashtë. Është në respektin e kompanisë për veten pastaj që tu qëndroj standardeve që i ka person të drejtën. Ka edhe një proces në fakt, janë aktet nënligjore që duhet i përmbahen, janë pjesë e ligjit, pra nëse ato shkelen dhe fleta e votimit dorëzohet te dikush pa i dhënë kartën e identitetit, pa u identifikuar, atëherë nuk po i mbahemi akte nënligjore që janë bërë me miratim nga të gjitha partitë. Ka një çështje që është ngritur nga ju dhe të tjerë.